Këshilli Bashkiak Dibër miraton paketën fiskale dhe numrin e përgjithshëm të punonjësve. Këshilli i Bashkisë Dibër zhvilloi të premte mbledhjen e radhës për muajin dhjetor, ku diskutoi 8 pika në rendin e ditës. Pas largimit si kryetare e Këshillit Bashkiak Dibër të Irini Shehut, këshilltarët kanë zgjedhur për t'i drejtuar këshilltarin socialist Sokol Sava. Këshilltarët diskutuan dhe miratuan pikat e rendit të ditës një nga një, mes tyre edhe numrin e përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Dibër për vitin 2026, si dhe paketën fiskale. Megjithatë, mbledhja e cila nisi rreth orës 10 të paraditës së djeshme është mbyllur rreth orës 15 pasi u shoqërua me debate të forta nga anët e opozitës. Këshilltarët e opozitës kërkuan që të rishikohet numri i përgjithshëm i punonjësve të Bashkisë Dibër, pasi është mbi numrin e nevojshëm dhe sipas tyre nuk është efektiv, si dhe të ulen taksat vendore për familjarët. Megjithatë, kjo pikë e rendit të ditës mori të gjitha votat e nevojshme për ta kthyer në vendim. Mes pikave të mbledhjes së ditës së djeshme ishte edhe miratimi i projekt vendimit të fondit 6% të ndihmës ekonomike për muajin tetor, marrëveshje bashkëpunimi mbi zbatimin e programit për ndërtimin e një banese me kosto të ulët në Bashkinë Dibër, e të tjerë.